Derisa lëvizja Vetëvendosje dhe LDK-ja po vazhdojnë të heshtin pas takimit të zhvilluara prapa dyerve të mbyllura, pa qartësitë rreth negociatave vetëm sa po shtohen. Asnjëra palë nuk ka zbuluar se çfarë është diskutuar apo ku kanë ngecur bisedimet, por i vetmi mesazh i dhënë është se takimet do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim. Sipas analistëve politik, kjo heshtje tregon se palët ende nuk kanë arritur pajtim për çështjet kyçe. Sipas analistit Muhamet Bytyqi, rruga drejt një koalicioni mes lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës mbetet e ndërlikuar, edhe për shkak të qëndrimeve të ndryshme brenda vetë LDK-s. Këtë rrugtimin e mundshëm për bashkëpunim të Lidhjes Demokratike dhe Lëvizjes Vetëvendosje është një endek shumë i madh edhe vetë gjendja brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, kur e dim që tashmë ekzistojnë dy grupacione të cilat raportin me Lëvizjen Vetëvendosje e shohin ndryshe. Mirë po mbetet të shihet se cilat do të jenë zgjidhjet apo propozimet e mundshme që do dalin si rezultati një lloj kërkese për bashkëqeverisje të këtyre dy subjekteve. Normalisht që ne vim nga një përvojë e deritashme, e cila ka treguar që zoti Kurti më shumë i intereson mungesa e institucioneve legjitime se sa një lloj procesi i përshpejtuar i konsolidimit të gjitha institucioneve. Në të njëjtën linjë është edhe analisti Jeton Halimi. Ai vlerëson se pa përfshirjen e Osmanit, një koalicion mes VV-s dhe LDK-s është vështirë i realizueshëm. Andaj sipas tij, palët ndodhen përballë dy alternativave: të arrijë një kompromis për postin e presidentit ose t'i hapin rrugë zgjedhjeve të reja. Dhe çdo variant tjetër, unë mendoj se nëse nuk bëhet koalicioni për të qeverisë vendit 4 vjet të ardhshme, unë mendoj se shteti do të bjerë optacione, do të shkojë në gremi dhe zgjedhjet e parakohshme prapë do të kenë vetëm humbje kohë dhe prapë rezultati mund të jetë i njëjtë në vota sa të BV-ja apo të partitë opozitare, dhe unë besoj që është koha e fundit që liderët politik duhet të thirrën mendjes. Një ditë pas certifikimit të rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 7 qershorit, Albin Kurti u dërgoi ftesa për takim 3 partive opozitare. Me PDK-n nuk arriti të ketë marrëveshje, ndërsa me LDK-n u dakordua që diskutimet të vazhdojnë, ndërkaq AK-ja nuk i shkoi fare në takim Kurtit.